A dini ku ishte zoti Thaçi gjatë këtyre bisedave telefonike, ishte brenda apo jashtë Kosovës? Përgjigje, besoj që më ka thënë se jo çdo herë, por ishte shpesh në Kosovë. Pyetjet e mia të tjera kanë bëjnë me shkëmbimet apo ndërveprimet që keni patur me zotin Thaçi gjatë fushatës së bombardimeve ajrore të NATO-s në qershor, nga marsi në qershor 99, dhe siç është shënuar në paragrafin 27 të deklaratës tuaj, ju keni thënë se bombardimet e NATO-s filluan me 24 mars 1999 dhe gjatë bombardimeve, fushatës së bombardimeve, keni qenë në kontakt të shpeshtë me zotin Thaçi. Keni biseduar me të rreth mes 10 dhe 40 herë. Dhe qëllimi i këtyre thirrjeve telefonike ishte shkëmbimi i informacionit për atë që po ndodhte në terren, zhvillimet, pasi nuk kishit ambasadë, apo burime të tjera informacionin nga terreni, që ti merrni para informacionit në kohë reale, apo informacionet besueshme në kohë reale lidhur me atë që po ndodhte. A kjo që keni thënë mbrojtjes në mars, përgjigje po. Zoti Ruben, a dini ku ishte zoti Thaçi gjatë këtyre bisedave telefonike, ishte brenda apo jashtë Kosovës? Përgjigje, besoj që më ka thënë se jo çdo herë, por ishte shpesh në Kosovë, i fshehur, duke u ruajtur që të mos vritej, dhe duke ndihmuar me organizatën e tij popullin e Kosovës. Mendoj që më ka thënë që nuk ka qenë gjithmonë aty, por mendoj që pjesën më të madhe të kohës ka qenë aty brenda në Kosovë, pra. Pyetje, këto telefone janë bërë, këto thirrje telefonike janë bërë përmes telefonave satelitor, besoj. Përgjigje, po ai ka patur një telefon satelitor dhe thirriste në qendrën operative të departamentit të shtetit në një orë të caktuar në mëngjes, mendoj, dhe pastaj ma kaloni mua në telefon. Gjykatësi dhe ju a e thirrisnit ata? Jo, nuk kisha numrin e tij telefonit. Pyetje, zoti Thaçi, a ishte në gjendje t'ju jepte juve informacionin që ju nevojite juve drejt për drejt, apo ju thoshte që duhet të merrte informacion nga personat të tjerë së pari? Përgjigje, duhet them që unë e merrja informacionin, jo nuk kërkoja informacionin. Pra, bisedat telefonike zakonisht fillonin me unë të pyesja atë nëse ishte mirë, ishte me shëndet mirë, familja e tij, gjëra personale të tilla, dhe pastaj përpiqja të merrja nga ai informacionin lidhur me atë që po ndodhte në terren. Në këtë kohë, zakonisht isha e dija që mund kishte personat e tjerë në qeverinë e Shteteve të Bashkuara që komunikonin me UÇK-n, por nuk kisha dieni për hollësitë e kësaj. Dhe këto ishin kryesisht raporte të lidhur me vuajtjen e civilëve brenda Kosovës, kryesisht. Këtë më tha ai. Dhe duhet të shtoj, që të jem sa më i saktë është e mundur, që disa ndonjëherë edhe gabohej. Ai mund të merrte një raport, i thuhej diçka nga dikush, e kontrollonte dhe dilte që nuk ishte e vërtet, por ne donim të merrim informacionin dhe e komunikon në mënyrë që ta komunikojë unë pastaj të tjerëve. Dhe mendoja që ishte diçka që dukej që kishte pak gjastën, kur mendoja në raste që nuk mund mos ishte e vërtet, atëherë nuk e komunikoja këtë informacion pas analizës të tij. Pra jam përpjekur që të rikontrolloj, të verifikoj përpara që të raportoja te mediat bisedat tona. Gjykatësi, faleminderit. Dhe a ju tha zoti Thaçi se nga e merrte informacionin, nga e merrte raportet? Përgjigje jo, gjykatësia përmendi një gjë si të tillë ZKZ apo zbulim kundër drejtoria për zbulim dhe kundër zbulim. Përgjigje jo, më lejoni ta riformuloj të nderuar gjykatës. Mund të ketë thënë ta ketë përmendur si referencë organizatës së tyre, sa i takon gjithë personat që ishin të përfshirë, të gjithë përpiqeshin që të na impresiononin neve me organizatën e tyre, por ne nuk ishim të impresionuar, të them drejtën. Pra shpesh ai përpiqet na impresiononte neve,
të gjithë udhëheqësit UÇK-s përpiqeshin të bënin këtë gjë, por ne nuk impresionoheshim lehtë, se dhe komentet e senatorit Biden ishin siç e përmendë komentet e senatorit Biden më herët. Unë isha ndoshta më impresionuar, por nuk isha i impresionueshëm. Dhe e di që ndonjëherë ai e bënte të dukej sikur ishte një entitet më formal dhe me aftësi formale. Tani ai ishte politike me ushtarake zbulimit që siç e dija unë, pra që ndodh shpesh në politikë, ishte pak e egzageruar me fjalë tjera. Pyeti zoti Rubin, a e dini nëse UÇK kishte një shërt drejtori i zbulimit dhe kundërzbulimit? Nuk e di. Konkretisht fjala është një prej ato fjalëve që duhet të largohemi, sepse është një lloj mund të keq kuptohet. Kam fjalën a mbledhin informacion, a kishin njësi që mbledhin informacion, kishin njësi që siguroheshin që njësitë e tyre të mos jepnin një informacion, do me thënë kundër zbulimi, po, kjo po, por a ishte kjo njësi si njësi e vërtet, siç ne do ta thrisnim atë, nuk mendoj që ishte në atë kohë. Gjykatësi po tani vendi është zhvilluar, ka ecur më tej, shpresoj që ta kenë njësi të tillë. Gjykatësi, faleminderit.